Sa i përket muzikës, është një javë shumë interesante, do të ketë festa lokale edhe gjithashtu DJ të ndryshëm, ndërkombëtar siç është dhe Mahmut Orhani, që është një DJ shumë i mirënjohur që vjen në Shqipëri për herë të parë për performuar. Do të nisim me festën e Bletës tek Katun 2 vjetër në Rubik në datën 19 e 20 maj. Në kuadër të stinës koncertor do të ketë disa koncerte si nga klasa e fagotit dhe klasa të tjera artistike në datën 20 maj në vijim të holli i Universitetit të Arteve. Këtë javë do të hapet dhe Cloud Festival në edicionin 89 tek Reja, ku do të ketë performanca nga artistë të ndryshëm ndërkombëtar dhe vendas që do të gjallërojnë një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Për të vijuar me Motofest 2025 në Shkodër në datat 22 deri 24. Vjosan Fest do të mbahet në qytetin e Memalie në datat 23 dhe 24, ku do të gjeni aktivitete të ndryshme, koncerte, workshope dhe turizëm në këtë qytet të vogël që është rrjet buz Vjosës. Dhe gjithashtu për të mos harruar kryeventi i javës që është Nord Stream Presence Mahmut Orhan Live in Tirana në datën 24 maj.